kjo mask shërben shumë për ushqimin që është kryesorja të lëkurës, por dhe për atë zbardhje. Një prej recetave përdor dhe një prej influencueseve më virale, që është e orientuar drejt le themi përdorimit natyral të çdo gjë në fytyrën e saj, Victoria Benitez. Ajo është një ndjekëse shumë e mirë e këtyre traditave holistike për përdorimin e çdo gjë të natyrës dhe çdo gjë organike në fytyrën dhe në trupin e saj. Na duhet oriz i bardh, ujë, mjalt, kokos dhe qumësh kokosi dhe mos të harrojmë lëngun e trëndafilit. Pra atë ujin që lëshon trëndafili, kemi lënë një trëndafil të thatë që ka një aromë. Po, këtu banjera tani të shkëlqyer. Pra, këto kuba do të përdoren sigurisht për të pastruar fytyrën, për ta ushqyer, personat që vuajnë nga një llat kafe, për pigmentizimi i fytyrës, pigmentimi i saj dhe shkëlqimin që i jep përmes mjaltit të përdorur, kokosit gjithashtu, orizit që ka ato veprimin zbardhuese.